mbahen si një organizat objektive. Dhe kjo organizat tregon që Shqipëria ka qenë më mirë në vitin 2016 se që është sot në vitin 2025. Ka qenë më mirë përpara reformës në drejtësi në disa metrika kryesore se sa është sot në vitin 2025 pas reformës në drejtësi, pas këtyre qindra milionave euro dhe dollar të harxuara për reformën në drejtësi nga taksapaguesit amerikan dhe nga taksapaguesit europian. Po të shikojmë indeksi për shembull i kufizimit të qeverisë ose të pushtetit të mazhorancës këtu ka një përkeqësim. Drejta kriminale, pra drejtësia kriminale, drejtësia civile, janë gjithë metrikat të cilat kanë ardhur në përkeqësim në këtë dekadën e fundit. Ne shikojmë backlogu i rasteve në gjyqësor, 150.000 të pashqyrtuara. Mjaft të shikojmë një metrik tjetër që nuk e thot kjo organizat, po e thot gjykata e lartë në Shqipëri. Në qoftë se para reformës duhej mesatarisht një vit e gjysmë të shqyrtojë një çështje civile, tani duhen mesatarisht 15 vjet që të shqyrtohen këto çështje. Pra janë gjitha përkeqësim, sepse ne shikojmë shpeshherë edhe në diskutime në media, në diskutimin publik, shikojmë vetëm spakun dhe shikojmë vetëm njërin aspekt. Po sot qytetari shqiptar nuk merr drejtësi në vendin e vet nga kjo reformë, nga ky sistem i drejtësisë. Dhe kjo është më shqetësuese sepse kjo më pas çon në konflikte të tjera sociale, çon në një polarizim të shoqërisë, çon atë që quhet social unrest, pra një farë situate ku qytetarët pareatje sociale, minimalisht pareatje sociale, se nivelet tona shkon në padrejtësi sociale. Kjo çon në padrejtësi, çon në konflikte sociale, ne pam çfarë ndodhi në rastin tragjik në sallën e gjyqit të gjyqtarit. Pra janë gjitha pasojat të kësaj reforme dhe ne duhet t'i shikojmë të gjitha këto. Më pas kemi dhe përdorimin politik të drejtësisë. E kishte menduar agenda e majt që do të kishte këtë efekt, do ta bëj ju këtë pyetje se ti vazhdimisht studion politikën e tyre, ndërkohë që je konservator, thënë këtë. A e ka menduar vallë agenda e majt që do të arrinte te kjo pikë Shqipëria ku kujtojmë ky projekt i kësaj reforme është i vetmi vend pra që është implementuar 100% ky projekt. Ishte aq e mirë reforma në drejtësi sa nuk e zbatuan as në Kosovë as në Maqedoninë e Veriut. Madje thanë shprehimisht në këto vende që ne nuk do bëjmë reformën që bëm në Shqipëri. Një reformë që e la Shqipërinë 3 vite pa gjykatë lartë, pa gjykatë kushtetuese, me këtë numër të madhëdhësisht të pashqyrtuara, që nuk dihet se kur do shqyrtohen, me këtë centralizim të gjyqësorit, e kemi diskutuar dhe hartën gjyqësore që ka prodhuar kjo, pra drejtësia, sistemet e drejtësisë janë larguar nga qytetari. Qytetari nuk ka më tashmë as garanci fiskale, nuk është një sistem fiskal, po themi, që i shërben qytetarit, nuk ka as garanci për arsimin, as garanci shëndetësore dhe as garanci juridike. Ky ka qenë qëllimi autorëve të kësaj reforme, apo ka qenë tjetër kund? Ajo çfarë na thot dhe indeksi, nëse mund ta kryqëzoj unë me këtë pyetje që Shqipëria është në vendin e 105 në botë për kufizimet në pushtetin e qeverisë, duke u renditur një lloj si diktaturat me të këqija në botë, për shembull. Pikërisht, madje janë më mirë se ne edhe disa vende të cilat janë komuniste, po themi, Vietnami kanë përshtypjen është më mirë se Shqipëria. Vietnami është në vendin e 83. Edhe vitin e kaluar ishte në rankimin e vitit kaluar ishte më mirë se ne. A thua të ke qenë vallë ky qëllimi vërtet i autorëve të reformës? Sërish unë jam një fan si kësaj gjëje që ne nuk mund t'i marrim gjërat në po themi në abstrakt. Jo, në abstrakte, janë në një kontekst të caktuar. Dhe mjaft të shikojmë se çfarë ka ndodhur dhe në vende të tjera. Dhe ka qenë një shqetësim shumë i madh ky në Europë, në Shtetet e Bashkuara, politizimi i drejtësisë. Është bërë në Itali për dekada të tëra, ku ish kryeministri italian Silvio Berlusconi i quante togat e kuqe, togat komuniste, sepse u përdor drejtësia italiane kundër tij për dekada të tëra. Dhe tani pas vdekjes sërish ka çështje të cilat po shqyrtohen dhe ai prap doli i pafajshëm edhe pas vdekjes tani. E pam me presidentin Trump, një nga rastet më flagrante në shtetin simbol, po themi, të demokracisë dhe të ndarjes pushteteve, të balancës të pushteteve të institucioneve të forta, ku drejtësia tashmë e faktuar u politizua për të sulmuar një kundërshtar politik dhe për ta hequr nga skena politike. E kemi parë në Europë se si politizohen dhe ndaj kryeministrit Orban, që shumë kanë kritika e tjerë me radhë, po është një gjë tjetër, është një gjë të kesh kritika politike dhe është një gjë tjetër të aprovosh përdorimin politik të drejtësisë kundër një figure politike të zgjedhur me vota dhe me votë të lirë. Dhe kemi parë në Shqipëri se si drejtësia është politizuar